Përshëndetje dashur miq, unë jam tenori Ismet Vejseli. Jemi këtu në podcastin Aulos, e sot do të flasim me mysafirin tim të radhës, ai është Arjan Zherka nga Kosova. Arjan, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi me qenë pjesë e këtij podcasti. Arjani është çelist i Filharmonisë së Kosovës, edhe tash i ke bërë 10 vite në Filharmoni apo. Trego Arjan, si ke nisë me u marrë me cello e pastaj si erdhi deri puna të punësohesh në Filharmoninë e Kosovës? Po, fillimisht kom fillu, domethënë 13 vjet, relativisht goxha vonë me atë standardin qysh instrumentistat prej 4 vjeç ndonjëherë fillojnë me violoncello. Unë kom fillu kur është hap dega në Gjakov, dhe atje nuk ka pas profesor të violoncellos, edhe mandej kom kryu atë shkollën fillore dhe të mesme. Mandej kur kom shku në studime në Prishtinë, edhe aty më ka japë mundësia fillimisht si praktikant, diku 7 vite kom qenë pjesë i angazhuar në Filharmoni, edhe 3 vite të fundit jam antar i rregullt. Çka do me thonë me studiu cello? Është instrument i vështirë për me më rrini teknik të mirë të performimit, edhe a dallon shumë prej instrumenteve tjera hardcore që janë në atë grup? Po, unë mendoj që çdo instrument është i vështirë në vetvete, edhe violoncello ka sfidat e veta, por që me një përkushtim duhen, përvesoj që secili i mbrin ato synimet e veta, edhe përmendoj që gjatë rrugës njëri has me problemet me ekzekutim, edhe me teknikë, edhe me gjithçka, po me kalimin e vjetëve i kupton çka ka mungesat veta dhe mundohet me perfekcion. Kur ka qenë ai momenti që e ke kuptu se duhet ekstrem shumë punë për me u koncentru, ndoshta kanë qenë koncertet, angazhimi në Filharmoni? Po, në fakt ka nisë qysh në shkollë të mesme, kur unë ku marrë pjesë në një garë në Londër, edhe atje konkurenca ka qenë shumë e madhe, edhe përpos që ka qenë shumë e madhe në violoncello, ka qenë kategori e gjithë hardcore-ve, do më thonë një nda veç me grup mosha. Ka qenë shumë e vështira. Po, do më thonë ka pas violinista që kanë lujt ka 11 vjetë violin, unë i kisha diku 5 vjetë në instrument, edhe ata normal që kishin një nivel shumë atë mirë. Ato i kuptova sa punë më vynë për me mri ku unë du. A menon që ke dalë shpesh edhe me lujt jashtë shtetit, edhe në këto vendet evropiane, a vren dallim të instrumentiste prej Kosove, prej vendit tonë, me ata që studiojnë jashtë? Edhe pse mendon që është ky dallim? Është dallimi edhe te mentaliteti jonë, do më thonë pak ndoshta edhe do më thonë në VIP i Kosovës, edhe kjo çështja e luftës pak në halon mas, dhe sa i kemi rikuperu shumë sfera tjetës, mandej tek arti ka met shumë i prekum për gjithë situatës. Po dallimi tash u ka vjen të u zvoglu, për shkak që jetojmë me një kohë krejt ma ndryshe, fal internetit, fal gjitha mundësive që na ofrohen, masterclasseve, na jemi gati në hap me ta. Kush do me përparu, mund të me përparu edhe këto, edhe... Realisht i shajmë kohë reale se që po ecen, po. Mandej në shkollimin e lartë ke vazhdu edhe master në Prishtinë. Po. A ke mendu me ikja shtetit për master, pse zgjodhe me vazhdu, apo për shkak profesorit? Po, komentu një kohë të shkurt me shku me studiu jashtë master, po për shkak që veç shesha pjesë e Filharmonisë, pak ajo dëshira me lujtë në orkestër, thjesht nuk e kisha dileme nëse kanë më ofru thjesht njëjtat mundësi edhe jashtë. Dhe vendosa me nejtë në van temin, po gjithmonë të vendos me këshyrë masterclassa, me u përmisu aqë sa muna. A vazhdon hala me pas një të ndëshirë edhe vrull për punë, sikur në fillim? Pa tjetër. Do me thonë, ajo vrulli për punë veç vjen ashtot, për shkak që... Për shkak përgjësive, ndoshta. Po, për shkak përgjësive, po edhe disa synimeve që i ka vetë instrumentistit, të vetja vetë. Do thonë, ka mujtë që jam shumë i angazhuar me koncerte të orkestrave të ndryshme, edhe mandej ka ndoshta 2 muaj që fokusohem në punë intenzive me vetën, që më smelon mrapa. Është edhe ai impresioni, edhe unë kam vrejt të vetja që kur jemi në pushimet domosdoshme se nuk kemi aktivitete, e kemi atë periudhën për me kushtu instrumentet. Edhe shfrytëzon apo për me hyrë edhe më shumë studime. Po, do më thonë, pushimet mujnë më papi disa hante, është edhe pak relax për një punët madhe, po kryesisht pushimet tona janë pranë instrumentit, duke
duke u mundu mi rikuperu disa gjana që nashta i kilon anash për një kohë, edhe thjesht e gjenë atë kohën pushime. Ato anët teknike, po. Anët teknike. Të flasim pak për rolin e cellos në orkestër. Çfarë pozite ka dhe çfarë rëndësie ka në orkestër. Për gjithë ata që po na ndjekin, se shumica nuk e dinë. Patjetër, po. Violoncello ka një rëndësi të madhe në orkestër. Varësisht për kompozitorëve të ndryshëm që kanë zhvilluar, domethënë, kemi prej pjesëve të barokut, ku cellos thjesht ka rolin e instrumenti të basit, do në bashkë me kontrabasin, me cimballon. E masej vjen deri të shekullin 21, ku kemi ndonjëherë tema më të ndryshme për cellove. Është si instrument që ka kapacitet madh, do të thonë mundet një kompozitor shumë lehtë me shkru shumë gjana dhe me paraqitë në cello gjithçka që një kompozitor don. Edhe si pjesë arkurve ka përvesoj rolin kyç ashtu që me ofruat thellësinë e veprës, dramaticitetin ndonjëherë, varësisht për karakterit pjesës. Po edhe për ciljen e instrumenteve tjera ndoshta. Po, patjetër. Edhe zakonisht në gjithë formacionet cello është pjesa, po, edhe në kuintete edhe në kuartete. Po. Do të thonë, unë tash kam vitin e kaluar kemi formu një kuartet bashkë me koncertmjeshtin e Filharmonisë, Vesar Kushi, violinistin Ron Bakalli edhe violistin Vesa Doli. Jemi duke ushtru non-stop për këtë kuartet, edhe thjesht është një kënaqësi e madhe me punu këta secili prej tyre janë profesionista edhe me të vërtet provat janë shumë të këndshme. Çka do thonë Arjan me lujt solo edhe me qenë pjesë e muzikës dhomës edhe pjesë e orkestrit? Po, për një cellist. Për një cellist, gjitha këto janë të veçanta, do të thonë më pëlqen ndonjëherë edhe me performën solo, po e kam gjetë shumë vetën tek muzika kamertale. Do të thonë për shkak që më pëlqen me bashkëpunu në grup, po në njëjtën kohë në orkestër ndonjëherë për shkak të formacionit je pak imbulun pi ideave të edhe të kolegëve. Thjesht në muzikën kamertale ti i lirë pak me shpreh edhe anën tonë si instrumentist, po në kuadrët një grupi, kështu që... Sa rëndësi ka ai që është në pult me ty bashkë? Ai bashkëpunimi me kolegët, sa është rëndësishëm për me dalë një rezultat i mirë në orkestër? Patjetër, një orkestër mirë ka bashkëpunim, do të thonë, prej pultit parë deri te pulti i fundit. Prej koncertmjeshtrit ndoshta. Janë thjesht me një frymëmarrje, gjithçka shkon njëjtë, tu ndjek njërin tjetrin që me dalë sa më mirë. Kjo bën një orkestër më mirë, domethënë. Dirigjenti, keni bashkëpunu me shumë dirigjenta ndryshëm, Filharmonia njihet që sjell emra shumë ndryshëm. Sa ke marrë eksperiencë prej këtyre dirigjentave? Po, ka qenë një ndër mundësitë më të mëdha që u kom për mua, për shkak që Filharmonia vetvete, për shkak që kom shku shumë herët, qysh në studime, ka qenë një shkollë vetvete për mua. Edhe thjesht kur kanë ardhur këta emra të mëdha ki pas shumë çka me marrë. Ka qenë si masterclass për mua çdo provë me këta dirigjenta të mëdha, prej Mannheimit, prej Londrës, prej ngado. Ai përmende edhe garat më herët, si e sheh gara është diçka e shëndetshme për instrumentistët, se ke punuar si pedagog. Pastaj do përmend. Po, është shumë e shëndetshme për shkak që shen grup moshat e tuja, do të thonë sa kanë rri, e bën krahasimin me vetveten, gjithmonë një krahasim pozitiv, do të thonë, që mes me ndoshta është çaj mentaliteti që duhet me kriju. Po, definitivisht është shumë pozitive për një instrumentist. Ai ke ndjek garat ti si student? Unë kom marrë pjesë në 2 gara internacionale, në 2 kom paraqit mjaft mirë, kurse në gara pak më të vogla, ato veç si fëmijë nuk i mbajnë më. A keni pasur mbështetje prej ministrisë për t'i ndjek këto gara, ose prej dikujt apo është gjithçka me vetë finansim? Jo, me vetë financim. Kështu që a mendon që duhet të ketë koncentrim më të madh edhe ministria dhe shtetet e artistët e rinj? Po mendoj që për garat internacionale vyn pak më shumë mbështetje, për shkak që sidomos nëse je violoncellist, nëse duhesh me pagu ekstra për instrumentin në plan, është pak një kosto më e madhe. Se për gjithë ata që se din, ju paguni edhe për instrumentin një ushtet të veçantë. Patjetër, po. Që është shumë e vështirë. Kronos Thej është Arjani, bashkë me Mr. Cello, afër vetës.
A është ndjenjë tjetër me lujtë në cello tjetër, me gjetë një cello në shtet tjetër? Shumë e A ke vështirë provu? për mu, personalisht shumë e vështirë, për shkak që instrumentin ka herë e ka karakterin tom. Thjesht vyn kohë me studiu një instrument tjetër, normal që në koncerte kamertale ose diçka orkestrale. Po, nuk është diçka që vrehet, ndoshta, po. Po, sidomos nëse kemi performu solo, gjithmonë preferoj me pas instrumentin tam. Edhe është më stres i madh nëse performon në Po, cello tjetër, po. është një diçka që ti nuk e njeh edhe pa pritmas gjithmonë është duke u bo shumë e vështirë ajo për ty me shpreh vetveten. Arjan, cilët janë këto cellistat që i dëgjon, ndoshta edhe më të vjetër, që t'inspirojnë? Unë për vete mundona që gjithmonë, do më thonë, me varju me inqizimet, mes më fokusu të një Edhe instrument. kjo është shumë e rëndësishme me ditë, kur e studion një pjesë, a e dëgjon inqizime apo vetëm notat i ishe? Fillimisht në dëgjoj një pjesë, do më thonë, për një violoncellisti, për me marrë një ide bazike. Mandej kam qef më thellu në partiturë dhe me nxjerr ato çka unë mendoj. Po prapë të fazat finale gjithmonë është e krahasimi me disa instrumentista që mund të qenë. Çka e veçon një cellist shumë të mirë? Për mua është tingulli, do të thonë. Është ngjyra? Po, ngjyra e tingullit thjesht. Do të thonë një instrumentist mundesh me vrejt, një instrumentist mirë mundesh me vrejt edhe në radio dhe kudo. Që është ai. Po. Është e njëjtë me këndimin, ndoshta. Njëjtë, fiks njëjtë, edhe do të thonë ajo teknika tash është një diçka që nuk po flitet shumë për shkak që instrumentistat janë në nivele shumë të mirë, kudo në botë dhe thjesht ana teknike edhe nuk arsyetohet më, thjesht është on top. Kjo tingulli dhe kualitetet të tjera që bojnë një muziciant me dalin pa, ato veçohen. Ato janë veçantit, ndoshta. Ke punuar si pedagog pak. Flasim për atë kohë, si çfarë eksperiencë ka qenë për ty? Kam punu 6 vite si pedagog në Prenk Jakova në Gjakov, shkollë të muzikës, më ndjenë shumë e mirë. Ka qenë një sferë tjetër e jetës time, ku kom provu me mësu pedagogjinë, edhe qysh me transmitu ato. A është më e vështirë se me lujt në cello? Definitivisht, do të thonë kur je tu studiu me vetën tonë, ti e din çka po të mungon, te pedagogjia çdo fëmijë ka një karakter tjetër, edhe thjesht duhesh me gjetë një mënyrë qysh me ndëpërtu te secili fëmijë që me zhvillu ato çka i vyn atij në instrument. Për programi, sa i përket programit, a mendon që është i duhuri, a mendon që jemi të mësu me program të vjetër, a duhet të riformohet ndoshta një program i ri? Unë po mendoj se duhet më riformu. Kum has shumë edhe me kolegë, edhe me cellista tjerë, thjesht bota ka ecë shumë. Edhe na kemi shembuj kudo, do të thonë veç që hap internetin edhe ki plan programe të gatshme. Thjesht na kemi me disa sisteme të pa definuar. Ndoshta edhe, do të thonë, kush ka qenë para nesh nuk janë marrë shumë me këtë gjë, ka qenë situatë tjetër, tash duhet më formulu një shkollë pak më mirë, për shkak që duhet me ecë me kohën. Patjetër. A ka qellista mjaftueshëm në Kosovë? Violoncello është relativisht instrument i ri për Kosovën. Do të thonë, unë jam në gjenerata 3 të violoncellistëve. Mendoj që i plotësoj nevojat e tregut, por që tash vjen kjo faza tjetër që me instrumentistat të ri duhet më përmirësu kualiteti. Edhe kërkesat me urrit ndoshta. Ashtu, ajo bën tash jetën kulturore pak më të pasur, se do të thonë duke pas më shumë konkurrencë, kjo i bën veç mirë, do të thonë pjesës artistike. Flasim pak për filharmoninë edhe për improvizimin që e keni bërë si orkestër, mendoj të kushteve të punës, se duhet me cek patjetër, për që ata që se din, filharmonia deri tani ka punu me kushte relativisht jo shumë të mira. Edhe është në pritje për me i përmirësu kushtet, pse tash keni dalë më duket në atelier, edhe ndoshta janë kushtet pak më të mira. Janë kushtet pak më të mira, por vlen të theksohet se desat gjinet një zgjidhje përfundimtare, do të thonë desa na kemi një shtëpi tonë, gjithmonë jemi ta quaj ashtu qiraxhin, kudo që shkojmë, sepse shumica sallave nuk i përmbushin kushtet as për prova, e lemo për koncerte, por mendoj që entuziazmi është i madh për orkestrës,
edhe jemi mundu gjithmonë me njanu këto sfida që i kemi, edhe me bo ma të mirën që me japë një rezultat të mirë. Ti ke qenë pjesë edhe orkestrës në Operën Goca e Kaçanikut. Po. Si po e sheh tash rritjen e operës së Kosovës? Po, opera e Kosovës është një ndër gjanat më të mira që ka ndodhur këto vite. Unë atje jam i angazhuar. Thjesht është një ndjenjë shumë e veçantë sepse përpara në Filharmoni kur ka pas mungesa, jemi plotësu prej orkestrës Filharmonisë këtu në Maqedoni ose në Tiranë. Tash ka kuadër. Tash ka kuadër, gjithë janë shumë të ri, shumë entuziast, energji shumë të mirë, edhe kjo bën me pas një qasje shumë ndryshe. A mendon që ka me pas sukses? A mendon që ka me ecë opera e Kosovës? Nëse ndërmirën hapat e duhen që me ofru kushtet mjaftueshme që mu zhvillu orkestra, ku mendoni diçka shumë e mirë, por nëse shkojnë të vonu gjithmonë gjanat, ata trit kanë me ra një gjendje ma të heshton, edhe thjesht kemi me hupa atë potencial që e kemi. A mendon edhe ndikon edhe në punë, ndoshta? Kushtet ndikojnë edhe në punë? Kushtet e punës, vendet e punës, se duhet me të që orkestra e operës është orkestër me angazhime, shpresoj që shumë shpejt duhet më bo orkestër me antar permanent të orkestrës, dhe kjo kështë me ndimu një themelim që ka një bazë ma të qëndrueshme. Po edhe një teatr ku kanë me shkue me undje artista e njerës. Arian, të përmendim pak festivalet në Kosovë, ti ke marrë pjesë po thujse në gjithë festivalet. Në gjitha festivalet. Si e sheh këtë punën e festivalit? A mendon që është gjë e mirë dhe duhet shtohen, a janë mjaftueshëm? Unë mendoj që nëse ka ide të mirë, munden me ushtu. Për shembull, këtë vit kemi pas hapjen në një festival të ri, Festival Kompozitorëve Shqiptar. Për shkak të ide që para se do të thonë promovimive për shqiptare, është një ide shumë e mirë, dhe pse jo mu hap si lloj festivalesh. Po nëse ka festivale që trajtojnë tematikën e njëjtë, atëherë po mendoj që është më mirë më fokusu që ato ekzistueset me avancu edhe më shumë, me proemra më të mëdha. Unë kom pas fatin me qenë në gjitha këto festivale, ndonjëherë si solist, ndonjëherë në grupe kamertale. Edhe po mendoj që secili për festivale bën një punë të mirë, bile jeta artistike është ndarë në ato festivale, domethënë zakonisht me muj, për shembull, e dim që tazoj muj prill, Chopin Fest, ose mandej Remuzika, Dan Festival, e kemi të rënditur na dhe kjo e jep një pasuri kulturore për Prishtinën. Si e sheh publikun, se ti je në gjitha këto festivale, po edhe në Filharmoni, a është publiku mjaftueshëm i edukum, thoj za, për të ndjek muzikë klasike? Është i edukum. Edhe ka ndryshu? Në Prishtinë është publiku shumë i mirë, gjithmonë do të thonë. Edhe është numër shumë të madh. Edhe është numër të madh. E në qytete të tjera dallon kjo, për shembull në qytetin nga Dion në Gjakov, në koncertet tona të para ka pas njerëz që ndoshta kanë folur në telefon në koncert. Vedia nuk ka qenë e duhur, po tash po ndryshojnë edhe atje. Edhe po besoj që jemi në rrugë të mirë. Po edhe shkolla që e përmende Prengjakova është të nxjerrë mjaft studenta. Po, në fakt ma shumë kanë nxjerrë në kalunën, po shkak një përkraje shumë të madhe të Zvicran Batër. Zvicranëve? Po, shkolla jonë prej formimit shkollës, do më thonë objekti të ri, kemi pas non-stop masterklase, instrumente, donacion. Edhe objekti ka qenë i sponsorum, duket. Po. Një pjesë e objekti ka qenë i sponsorum, edhe thjesht kanë nxjerrë shumë instrumentistë të mëdhej. Tash është tra pak e në heshtje, për shkak të menaxhimit. Po ndoshta edhe ikjeve të njerëzve prej qytetit, se edhe Gjakova kishte mbet me pak njerëz. Po kështu ndodh, kur nuk shfrytëzohet potenciali i njerëzve, ata duhen me gjetë veten diku ku ata, domethënë thjesht duhen me gjetë veten te dikush e vlen. Arian, çka kishte ndryshuar krejt këtë botën e muzikës në vendin tonë? Nuk isha ndryshu diçka, përpos që kisha dash pak më pas përkraje për njëri tjetrin, në rreth parë. E shoh që kajherë kjo bota jonë e vogël, cilin jetojmë, na bën me ta thejme ashtu më shty me bryla, që nuk është hiç e mirë. Nuk është e shneshme se ka vend për gjithë, po. Ka vend për gjithë, sidomos për njerëz që kanë qëllime të mira, bojnë punë të mirë.
thjesht po besoj që duhem me përkra njëri tjetrin, me dalim pa. Edhe që atjerë kemi më mbrit që ata që kanë dojmë, për ndryshe nuk mujim gjithmonë më matë me botën, ata kanë kulturët ndryshe, po thjesht duhem na më mënu hapat me i bo, ma të mdhaj për vetën tonë. Edhe me u përkra përfundimisht. A ke pasur mbështetje ndonjëherë si artist nga Ministria e Kulturës për një projekt, për një koncert? Unë nuk kom pasur mbështetje prej Ministrisë Kulturës, sepse është pak absurde, por pjesëtarë që janë pjesë filharmonisë ose të operës ose... Nuk guxojnë me qenë pjesë e programit vjetor. Po, nuk guxojnë me qenë pjesë e programit, që është pak absurde për shkak që konsiderohet që niveli e instrumentistave më të mirë ndodhet pikërisht aty. Kjo nuk ka logjik se atëherë bie që ju të shpunsoheni e të merrni projekte prej ministrisë. Po, do të thonë kryesisht njerëz që punojnë pedagogji ose student. A janë ata që përformojnë? Janë që përfitojnë prej këtyre granteve. Është pa logjik ndoshta, po ndoshta ndryshon. Le të shpresoj. Le të shpresoj. Një mesazh për fund për gjithë ata fëmijë që doin të studiojnë muzikën, e sidomos instrumentin e cellos. Po, i kisha thonë që sa ma herët me fillu, nuk ka rëndësi nëse ata e shohin jetën e vetë duke qenë profesionist muzikës. Thjesht çdo fëmijë duhet me ditë një instrument, ose të paktën thjesht me i mbaj disa orë të muzikës, me pa ku qëndron ai me muzikën. Për mendoj që arti e bën një fëmijë më zhvillu në një mënyrë më të mirë, edhe për mendoj që është shumë e rëndësishme kjo, mendoj. Arjan, shumë faleminderit që ishe pjesë. Faleminderit juve çdo fëmijë. Dashur miq, ndjekët podcastin Avlos me mua Tenori Ismet Veseli dhe mësafirin tim, mikun tim shumë të mirë, Arjan Zherka nga Kosova. Mirëmbëngjes.
Faleminderit.